Me të mira gjykatës janë ato cilat shkojnë në favor të asaj që mendon zoti Krok. Ose mendime jo të arsyeshme të gjykatës janë ato cilat nuk shkojnë në favor të subjektit politik apo të grupit parlamentar që përfaqëson sot. E vërteta është pak më ndryshe zoti Krok. Nuk mund t'i dojmë deputet në të mirë dhe të këqij, ose në të arsyeshëm dhe të pa arsyeshëm, themi kështu pak më but. Edhe të parësyshëm janë ata që nuk përkrajnë edhe nuk votojnë mendimet edhe qëndrimet e subjektit tuaj. S'ka mendimet. Ashtu si që po insistoni që keni përgjithësi ndaj votuesve, ashtu kanë edhe deputetet e tjerë që përfaqësojnë një mendim ndryshe politik, edhe ata besojnë se kanë të drejtë edhe juridike, edhe morale, edhe politike me mbrojtje interesit të veta. Prandaj ky mentaliteti në ndarje. Po jo duke pretendu me marrë diçka se si takon, po mendoj s'ka gjasa me taku. Është matematik, politika është matematik, lojë numrash. Edhe ne kemi ardhur në këtë shkollë për arsye të një politike të saktë që e ka bërë zoti Kurti, i cili prej ditës parë s'ka qenë interesuar me bëj qeverinë. Ka qenë interesuar me sjell vendin në këtë pikë. Jo, fituesi me atë distancë është lartë. Ta përfundoj. Nuk ka interes, parimisht e dim se fut prapë në fushë. Mbledh ta përfundoj. Ky është qëllimi atokat. Nëse i referohemi edhe kthehemi pak më mbrapa te kjo egzaltimi juaj për tubimin edhe urën në Mitrovic, unë po ju rikujtoj juve se kufiri Mitrovic i Kosovës nuk është e ura, është në Jarine. Ka pas marrë e ura. Prandaj Kosova e pranuar si shtet ndërkombëtar. Si pas pranimit ka pas kufini me arte ura. 120 shteteve e më shumë, le të më korrigjoj ambasadori, në kufinë e Jarin. Në atë kufi ka pikë kufitare, ka post dogan të Kosovës gjithë. Edhe Ukraina kufinin e ka poshtë Krimes. Policë të cilët janë vrarë në pikë kufitare. Nuk e bë Ukraina dhe Krimen e ka. Mos na bë krahasime me Ukrainën, se ne nuk jemi në situatë lutë. Tash jemi në një realitet të ri gjeostrategjik, kush e kontrollon tokën, po e deklarojnë pronar tokës. Nuk është mirë të na luni patriotin në thojza e subjektit tuaj politik, jo, po si subjekt. Jo patriotit, po njosin e... Nëse flasim për Mitrovicën atëherë... Në detaje. Dy kryetarët e subjektit tuaj politik kanë 20 vite që janë shkthejnë në politikë dhe vinë nga Mitrovica. Doni me pyet presidenten edhe zotin Peci çka kanë bërë për Mitrovicën këto 20 vite të fundit, nëse bash dojmë me ju referu kështu. S'kanë qenë situata me bo diçka gjithmonë. S'kanë pas poste ekzekutive. Ka qenë subjektin LDK, e dim se ka qenë. E dyta... Isa Mustafa ka nënshkru. Jo, se ka nënshkru Isa Mustafa, e ke shumë gabim. 2015. Ja, ke shumë gabim, se ka nënshkru Isa Mustafa. Isa Mustafa atë që ka nënshkru, ta ka vënë me klauzullë që gjithçka të dërgohet në gjykatën kushtetuese. Po ka nënshkruar për parimin. Nuk është mirë. Edhe logjika me ndonë na edhe ata. Se si Isa Mustafa thotë. Edhe gjithë ata që mendojnë ndryshe si ju janë me listën sërbëza, është një gabim total. Sepse realiteti politik ka dëshmuar se kjo nuk qëndron. Pse nuk qëndron? Para 3 apo 4 dite, subjekti cilin ju jeni pjesë atij grupi, lëvizja vetëvendosje, në fushë Kosovë e zgjodhi kryesuesin e kuvendit në votim bashkë me listën sërbe. Ka pas 4 vota plus përveç atij. Po mirë. 4-1. S'mundesh me i dirigju njerëzit në sallë. Ja, mundesh me thonë që po t'ishte varë nga vota atij, këtu nuk ka rëndësi. Ishte votimi, jo. Vota është votë. Ju ka votuar lista sërbe në fushë Kosovë. Sa e kujtohet kur varesh në qeveri këtu prej votave numerikisht. S'janë varë asnjëherë. Në Prishtinë, po janë prit ata deputetët serbe me orë tana. Ju ka votuar dhe lista sërbe.